Rasti i treti i sëmundjes së murtajës te të imtat në qarkun e Shkodrës është konstatuar në dedaj të shkrelit. Drejtoria e Shërbimit Veterinar në qarkun e Shkodrës konfirmoi se sëmundja murtajës këtë herë është identifikuar në një tufë me 300 krerë dhi në një fshat të dedajve. Sapo janë konfirmuar analizat, është ndërhyrë menjëherë dhe është kryer asgjësimi i tyre në përputhje me rregulloren për këtë raste, bëri të ditur Shërbimi Veterinar i qarkut Shkodër. Kontrollojmë edhe çdo automjet dyshim apo edhe të pa dyshim në kontrole rigoroze për ngarkesat që marrin edhe të pajisur me dokument veterinar gjatë shoqërimit të tyre. Bllokimin e tyre nëpër fermat e tyre, pra duke shmangë kontaktet edhe me ferma tjera, por në mënyrë absolute për të futur ose nxjerrë bakti të reja nga fermat e veta. Ndërkohë, drejtori rajonal i Shërbimit Veterinar për Veriun, Andi Bilali, tha se kontrollet për zbatimin e rregullave që pengojnë lëvizjen e tufave me të imta vazhdojnë. Gjithashtu është në fuqi urdhri i Ministrit të Bujqësisë për zbatimin e masave parandaluese ndaj sëmundjes së murtajës. Rasti i parë i sëmundjes së murtajës është identifikuar një muaj më parë në domën të Postribës, ku azgjësuan 80 krerë dhi. Rasti i dytë në Trushtën në Shkodrës, ku u prek një tufë me 190 krerë dele, dhe rasti i tretë në detaj të Shkrelit me 300 krerë dhi. Shërbimi Veterinar i qarkut Shkodër u bën apel fermerëve që për asnjë arsye të mos lëvizin tufat me të imta, derisa të konfirmohet nga specialistët se sëmundja murtajës nuk përbën më rrezik.